25, 10 ditë përpara zgjedhjeve lokale, nga Himara nxjerr këtë dokument, i cili zyrtarisht ka erdhur në Shqipëri nëpërmjet një kërkese që Beleri ka bërë në ministri dhe zbardhur nga Ministria greke. Dhe nxjerr dokumentin për cilin diskutojmë, që i përket 2005-s. 2005-s. Tani vim tek 2005-a. Çfarë ka ndodhur? Eda Gjoka, Maneku në atë moment, po e pranoi faktin, është kapur në kontrollin policor në dogan greke, nga policia kufitare, me një vizë që kishte ndërhyrje dhe që po e qunë falsifikuar. Gjë e parë që është bërë, nuk është lejuar, dhe ky është i vetmi njoftim që ka marrë ajo, nuk lejohet futesh sepse vezë është e falsifikuar. Po e dënimi thuhet që është marrë mungesë, po. Prit, do them mungesë, po do them sa gjëra tjera. Nga ky moment, Irena Gjoka është tërhequr mbrapa. Ka vepër penale deri tani? Ja. Ka një masë administrative që e merr sipas legjislacionit të Schengenit, policia kufitare nuk pranohet dhe mospranimi regjistrohet në regjistrat Schengenit. Dhe futet në sistem. Dhe nga ky moment, ti ndalohesh të futesh në Schengen. Për një x kohë. Në 2003-shin, Irena Gjoka tenton me bashkëshortin e saj të kaloj kufirin, thot je ndaluar. Nga ky moment, autorizon një avokat në Fier që të drejtohet organit ndaj kësaj mase. Ndërkohë, kemi një pikë putje dhe kemi një vendim gjykate 2005-s. Tani unë kam prokurorin përpara dhe po futem në procedurat që ndiqen për të kaluar çështja nga fillimi i procedimit deri në gjykim. Po, policia, ndërkohë kur merr masë administrative, i drejtohet edhe prokurorisë. Prokuroria fillon hetimin. E fillon kryesisht. Në këtë rast, prokuroria ka filluar kryesisht. Ka arritur të bëjë një verifikim. Çfarë? Pasaporta, që është prova e falsifikimit, nuk ndodhet në dorë të policisë. Nuk ndodhet në dorë të prokurorisë, sepse e ka në dorë zonja. Një. E dyta, mbasi ka bërë veprimet, e ka shpërë çështjen në gjykat. Që në momentin e parë, ne tash meqense po merri vetëm me gjyqje, e di mjaft mirë që një çështje të kalojë në gjykat, duhet që prokurori të therras personin, ti ekspozoj atij statusin. Parandyshim në statusi i panderë. Nuk e ka bërë një gjë të tillë. Dhe legjislacionin grek po, lejohet. Që edhe mund mos e bësh të gjë, dhe ta shpjesh çështjen në gjykat. Këtu fillon çështja. Gjykata në mënyrë absolute nuk fillon çështje pa patur palën. Pra nuk mund të bëj gjykim mungesë. Sepse tashmë ne jemi bërë ekspert sa pune. Nuk bëhet gjykim mungesë zotëri. Aq më tepër që vendimi po ta shikot shprehmisht. Tani prokurori nuk e njofton, policia nuk e njofton, gjykata nuk e njofton. Po vendimi është marrë apo jo? Një minutë, nuk e njofton. Atëherë nga ta di unë që zonja pas ka dieni që nga është dënuar? Sepse ajo që po diskutojmë, ne tani është, ka fshehur dënimin. Ka fshehur dënimin. Kësaj zonje, në mungesë që ishtë munguar, ishe e drejta për të ankimuar, është aja e çdo gjëje. Pra në momentin kur shkallë e parë merr një vendim pa prezencë pale, shkallë e dytë me njëherë ta rrezonë, si e bën këtë punë? Si bëhet gjykim mungesë zotëri? Sepse ke hequr parimin bazë kushtetues, jo në Shqipëri, po në çdo vend demokratik, të drejtën e ankimimit. Ti ja ke hequr këtë drejtën. Kjo nuk e di që është dënuar. Sepse gjithë vendimet, që nga policia, prokuroria, gjykata janë marrë totalisht mungesë, pa i dhënë fare dieni kësaj. Dhe në vendim atje, në atë shprehet qartësisht, nuk dihet vendodhja. Nuk është njoftuar, dhe ç'thot, është njoftuar në komunën filan dhe është shpallur. Po kush është ajo komunë filan? Ç'punë ka Irena me komunën filan që është greqisht, lidhje ka? Ndërkohë kur adresa thot ndodhet në Fier. Edhe nëse shpallja është bërë në Fier, po me të drejtë thua prit se ta kanë shpallë Fier. Po ka shpallë ai në Janin, më zotni.